Zoti Berisha, kam edhe një pyetje se takon Erion Veliaj. Nga një anë, kompania 5D ka marrë së fundmit 200.000 euro nga ana e Bashkisë së Tiranës edhe pse janë arrestuar drejtorit dhe është nën sekuestro mos gaboj. Ndërsa nga ana tjetër, referuar një deklaratë të kolegës tonë gazetare, thekson se ministri që ma bëri kështu nuk e fal për 7 breza do ta shkri, pra deklarata e Veliajt për ministrin. Për kë bëhet fjalë e si shikoni këto pagesa që kalojnë te kompania 5D akoma? Është një vendim i djeshëm ky, aktakuza më e madhe për Edi Ramën është akti që dëshmon para çdo shqiptari se njeriu prapa 5D, njeriu kryesor prapa 5D-s Edi Rama. Prisni. Kthehemi këtu bashk kur doli çështja. Informata nga personel që merre me hotelin më luksoz që ndërtohet atje, erdhen se aksioner kryesor në këtë hotel është Olsi Rama, pra është Edi Rama. Është Edi Rama dhe unë ja u thash ju këtu. Dhe unë e denoncova 2-3 herë këtë fakt. Tani çfarë ndodh? Sigurisht që Erion Veliaj pa dyshim që ishte përgjegjës dhe ai në 5D dhe i zhytur thellë. Në fakt ishte mazniku në shumë. Dhe një gjë do të themi këtu, ta dini ju. Në qoftë se midis Veliajt dhe Ramës kishte një marrëdhënie si midis një servili por dhe rivalit pa besë, njeriu i Ramës në bashki ishte mazniku. Njeriu direkt i Edi Ramës në bashki ka qenë mazniku. Mazniku ka firmën 3-4 herë tek 5D-ja si autoritet kontraktues. E ka dhe Erioni 2-3 raste. Tani çfarë ndodhi? A e dini ju që është ai 200.000 euro? Është shumë interesant. Ai 200.000 euro është një pagesë që përfaqëson një fond të ngurtësuar, të cilat kompanitë janë detyruara ta ngurësojnë si punë sigurie, gjersa përfundojnë objektin. Dhe e marrin mbrapsht kur përfundon objekti. Mirë po, 5D-ja bëhet fjalë për kinostudion, për mërmetimin për rekonstruksionin e këtij. Absolutisht nuk ka përfunduar as gjysmën e punimeve. Se është bllokuar. Dhe Edi Rama për t'ia mbyll gojë drejtorëve, Edi Rama dje për t'ia mbyll gojën drejtorëve, u dërgoi parat që janë të konfiskuara dhe ato. Pra, Edi Rama kreu një akt ekstrem. U ktheu parat kompanisë inkriminuar të 5D-ve, duke dëshmuar se Erion Veliaj nga Burgu s'mund t'ja u kthente parat. Tani kryetar de facto i bashkisë është Edi Rama. Dihet kjo. Pra del që 5D-ja është kompani me padrino kryesor Edi Ramën. Ndaj dhe e dërguan edhe në gjyq, e dërguan dosjen, pa asnjë akuzë për Erion Velin, pa asnjë akuzë për Maznikun, akuzë, dhe pa asnjë akuzë për Olsi Ramën dhe Edi Ramën. Kjo është. Ishte shumë domethënëse ajo. Është Uluziu. Uluziu se i futi Uluziu shkoi i tha merr telefonin ti, i bëri ato ai i dha pije helmin, i dha helmin. Ati mirja bën, po ti besosh Uluziut, që është standardi më